Sot është një ditë e veçantë në qytetin e Voshtrisë, në qytetin e Asan Prishtinës, që unë shfrytëzoj rastin t'ju dëshiroj mirë se ardhje, t'ju falenderoj shumë nga zemra, sepse qyteti i Voshtrisë në bashkëpunim me Departamentin e Historisë të Universitetit e Prishtinës kanë organizuar shumë sesione, trueza dhe konferenca shkencore ndërkombëtare, të cilat janë të rëndësisë së jashtëzakonshme për të nxjerrë në sipërfaqe shumë të panjohura për opinionin. Kemi dashur që pikërisht sot të organizojmë këtë konferencë shkencore e titulluar Krimet e forcave serbe në komunën e Voshtrisë dhe rezistenca e ushtrisë lirimtare të Kosovës, një ditë para ditës së çlirimit që është nesër me 17 qershor. Kemi dashur ta bëjmë këtë për të kthyer në kujtesë dhe t'ju tregojmë gjeneratave, sidomos gjeneratave të reja, të cilat nuk e kanë përjetuar periudhën e luftës, se liria që e gëzojmë sot nuk ishte e rastësishme, nuk ka ardhur vetvetiu, nuk ka pikur nga qielli, por është një rrugtim i gjatë, shekullor, që është bërë shumë mund, punë, sakrifis, është derë gjak. Dhe ne që jemi këtu, jemi me fat që në jetën tonë është kurorzuar me këtë liri që e gëzojmë sot. Falë gjakut të shumë bive dhe bijave, falë gjakut të dëshmorëve, falë luftës heroike të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, të sjellim në kujtesë se edhe komuna e Voshtrisë e ka paguar shumë shtrejt këtë liri me shumë masakra, me masakrën e Studimes, me masakrën e Dymajt, me masakrën e familjes e Selatin Gërgjaliut, me masakrën e Resnikut e familjes Ujkani, me masakrën e Beqishit, me masakrën e Dubovsit, me masakrën e Galicës, edhe shumë të vrarë, të masakruar e të përsekutuar. Por, kjo liri është si rezultat i luftës heroike të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Të dashur akademik, edhe një herë nga zemra ju falenderoj juve që me të vërtet ju me një mbështetje aq sa meritoni, jeni duke bërë një punë jashtëzakonisht të madhe. Por unë kam një kërkesë edhe si kryetar komune, edhe si intelektual, edhe si qytetar, një kërkesë humane që të mbrojmë vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës, sepse ushtria lirimtare e Kosovës nuk futet në kufiza të asnjë subjekti politik, nuk është ushtri që mund të krenohet dikush me të, përpos që të krenohet populli, për shkak se lindi nga populli, luftoi për popullin, ran heroikisht për ta çliruar popullin dhe është pasuri kombëtare. Andaj ta përcillim të gjitha gjeneratat se ushtria çlirimtare e Kosovës ishte dhe mbetet çlirimtare. Është formacioni i vetëm ushtarak në historinë e popullit tonë që luftoi në një ambientim që u rreshtu, u strukturu, e çliroi vendin me ndihmën e aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s dhe duhet të mbetet e tillë. Mos lejoni shibel në këtë formacion, mos lejoni shibel të këta djemë dhe vajza të cilët luftuan për lirinë e Kosovës dhe i lanë gjymtyrët në arenat e luftës. Këta kanë vetëm një emër, këta e kanë emrin çlirimtar. Nuk ka epitet tjetër për ta dhe nuk do të tolerojmë që të etiketohen ndryshe. Kanë qenë dhe mbeten çlirimtar. Juve ju falenderoj shumë dhe ju dëshiroj punime të suksesshme në këtë konferencë shkencore, edhe pse jam i vetëdijshëm që e keni pas jashtëzakonisht të vështirë për shkak se ju mungojnë pikërisht qasja në arkivat, pikërisht të atyre ku janë dhe ku është hartu arkitektura e krimeve serbe në Kosovë. Faleminderit shumë, punë të mbarë. Faleminderit shumë për mundësinë që t'jemi bashkë sot në Ushtri. T'jemi bashkë sot në kalan e shtetit këtë kala nga cila kemi pikë referenca dhe bazë
se si duhet qëndru dhe se si duhet punu për vendin për Adheon. Ndëruar akademik Bajrami, profesor Gashi, profesor prodekan të Fakultetit Arsim Sinani, Muhamet Glëgjani, profesor Bedre, profesor Jusuf, Ditoresh Medin, kolege Shpres, gjithë të praneshëm, profesor Skender, Oktaj, gjithë të tjertë. Po du ju falendëru për zemërsisht që keni nda këtë ditë kohë për me ba një rishikim të historisë edhe eventualisht me gjithë disa dhona për të qytet, i cili është, që shë tha kolegu Izet, në mesin e shteteve që ka dha shumë për Kosovën, ka dha shumë për Adheon. Unë do të kem rast që të diskutoj, se do të ofroj disa dhona një perspektivë mbi kontributin, rolin e ish luftëtarëve të Turqisë të Kosovës, tani dëshmorë në altarin e lirisë. Ne në histori, gjurmë të këty qyteti i gjejmë qysh në antikitet, pastaj edhe gjatë mesjetës, prandorisë romake, bizantine, gjejmë rezistencë vështërisë gjatë periudhës osmane, vim në periudhën pas krijimit të shtetit shqiptar, në vitet 20, ku vështëria e karakterizon gjithë hapësirën shqiptare me 3 personalitetet shquara: Hasan Prishtina, Azem Bejt Galica, Mehmet Konjuhi, disa patriot, të cilët janë edhe të vështërisë të Drëmizës, po i kemi bashkë, janë të Kosovës, janë të Shqipërisë. Edhe në këtë drejtim, këto personalitete, këto 3 personalitete, veçanërisht Hasan Prishtina dhe Azem Bejt Galica, kanë shërbyer si udhërrëfyes për brezat e të, kanë shërbyer si udhërrëfyes edhe për ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe nga diskutimet paraprake, nga tematika që i kanë trajtu kolegët, kjo është vetëm një pjesë e vogël që ofrohet një perspektivë, për arsye se ka shumë ngjarje, ka shumë personalitete, ka shumë masakra që do doja të ishin të përfshira, po meqenëse se thirrja ka qenë e hapur dhe këto kanë qenë mundësi kësaj radhe, po besoj shumë le të shërbej ky takim ynë sot edhe si një nxitje që na shumë shpejt më organizu diçka më të madhe dhe me bë një botim se jo mbi këto krime në shtetin tonë dhe gjithsesi me pa pastaj cila është mundësia ose çështja shkencore. Aja çka i mungon secilit qytet, që i mungon vendit tonë, që i mungon universitetet, institutet dhe gjithë hapësirës akademike, shkencore, po dhe politike, është çështja kritike e historisë, që ne të studiojmë në mënyrë të thelluar, në mënyrë profesionale, nga shumë perspektiva, nga shumë burime, gjitha këto ngjarje, këto tematika. Në vendbanim i cili i kishte rreth 105.000-100.000 banor, ja dha Kosovës mbi 500 viktima dëshmor të zhdukur, 67 dëshmor janë në mesin e 1950 dëshmorë në total nga qyteti ynë, pa kontributin e të cilëve vështirë se ky qytet do të kishte disë lirimit. Prandaj, lavdi jetës dhe veprës së dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, lavdi jetës dhe veprës të martirëve nga vushtria, mirënjohje përjetshme për gjithë ato familje nga komuna e Vushtrisë të cilët kanë kontribu dhe kanë qenë krahë djathtë i ushtrisë shqiptare të Kosovës. UÇK-ja pa popullin nuk kishte me bë, populli pa UÇK-n nuk do të mund të funksiononte, prandaj ky binom ka funksionuar për mrekulli që ne ta kemi në disë lirimit për çka po duam të përgëzu kryetarin dhe gjithë qytetarët e komunës tonë, me uru nga zemra që të festojmë, sepse është dita më e madhe që ka ardhur fal kontributit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faleminderit.